Nga Ramaduro në Duro Ramën. Ftesa e Trump në bordin e paqes rrëzoi shpresat e rrëmbimit të kryeministrit nga deltat amerikane, por për Berishën ka ende shpresë. U tha demokratëve se me apo pa Trump, Rama po bie vet. Asgjë nuk e shpëton atë nga rrokullima e madhe. Këtë mund të them, ai është në procesin e rrokullimës së madhe. Pra Rama po bie, por kur ikën, Berisha nuk e ka një përgjigje tani. Demokratët do duhet të presin fundjavën e radhës. Asnjë përgjigje përveç asaj që do japin shqiptarët me 24 janar, kjo është përgjigja ime për te. Lapa ishte betuar se do e rrëzonte Ramën të shtunën e kaluar. Berisha ka zënë radhë ta rrëzoj këtë të shtunë. Çdo protestë ka të njëjtin refren, vetëm se Berisha këtë të hënë pranoi përfundimisht se në Shqipëri nuk ka më Ramaduro, por thjesht ky është i Edi Ramës.